Afrida, mirëmëngjesi, dashur. Mirëmëngjesi, si ju ka mirë? Mirëmëngjesi. Mirë, një javë të mbarë. Dhe gjithashtu. Fillimisht. Faleminderit që ke zgjedhur ta nisësh javën me ne Afërdim. Që të kemi kohë dhe të mbajmë premtimin ton për njerëzit që u tham do të ndiqni edhe horoskopin. Sot do të kalojmë shkurtimisht edhe te parashikimi i horoskopit. Lutem, po kemi vetëm pak minuta, pak gjë të vogël pak gjëra të thjeshta e javës. Okej, po. Po, sigurisht. Okej, bukur. Pra do të sillim energjinë astrologjike për këtë javë që kemi. Dhe shërimi i plagëve emocionale. Po. Nëse mund të përmbledhim vetëm me një fjali për secilën shenjë se si do të jetë java? Me dashin, si do të jetë java për të? Unë do të thoja që për t'i përmbledhur fare, nuk do kemi kohë për gjithë. Gaforja është shumë e favorshme për ata që janë ascendent gafore. Projekte të reja, zhvillimi personal është fantastike, është për ndryshimin e tyre komplet për mirë. Në qoftë se zgjedhin për mirë, ka një mundësi tani, Jupiteri do t'i mbështesi. Edhe akrepi është i mirë, favorizon spiritualitetin gjithashtu, por fat, zgjerimi horizontit, dituri të reja që nuk i kishte më përpara, është fantastike. Dhe për peshqit është e mirë, kreativitet, dashuri, frymëzim, shumë e favorshme për ata sidomos që janë mësues apo kanë nxënës apo për fëmijët. Ka ndonjë shenjë që do ta ketë pak punën pis këtë javë, pra nuk do jetë në formën e saj më të mirë, që duhet ketë kujdes në disa aspekte. Dashi, binjakët, shigjetari, ujori kanë sfida më tepër. Okej, dashi mund të ketë tension emocionale ose nevojë për të lënë diçka të vjetër, kështu thuhet. Kurse binjakët, Mërkuri do të hynë në gafore dhe do të ngadalësohet pak, po bëhet për retrograde, kujdes me dokumentet, komunikimet, vendimet e nxituara, mos merrni vendimet e nxituara. Shigjetari, hëna e plotë të tyre do të jetë dhe një hëna plot, pra kemi zbulime të forta, transformime, e mirë për pastrim, rilindje, por jo gjithmonë komode dhe rehatshme. Dhe pak për ujorin, mund të ndjejnë nevojën për të riorganizuar rutinat, shëndetin, punën, dietën e tyre, ta ndryshojnë, është më mirë për një shëndet më të mirë, jo periudhë shumë dinamike, por e dobishme për përmirësime të brendshme. Okej. Shenja mrekulore javës, cila është? Gaforja është super. Faleminderit që rije përsëritë. Edhe deni. Meritonim. Kemi pritur gjithë vitin për këtë javë. Dhe një gjë që është domethënë që mund të jetë pak që do ndryshojë në përgjithësi deri në fakt sot deri në gusht për gjithë korrikun është që Marsi do të hyjë në shenjën e Demit. Ka që në Dash do të hyjë në Dem. Në Dash tërë ajo energji, tërë ai zë, tërë ajo. Pyeteni pak vajza për veten. Po, ta pyesi pak po për qapët si do jenë. Për këtë javë. Po, pra po. Ketë përfitime në partneritete dhe marrëdhënie, por kërkohet fleksibilitet, britësjapi. Kurse peshorja, me qënë se ti themi të gjithë, mundësi për bashkëpunime të frytshme, gjithashtu dhe për harmoni në marrëdhënie, kurse virgjëreshat e favorshme për studim, analizë, organizim, planifikim, Mërkuri merr shumë forcë në përshenjën e tyre. Si është energjia e përgjithshme e Shqipërisë këtë javë? Biles ne kemi bërë dhe intervista, më përpara, energjia për Shqipërinë është fantastike fare. Vibrimi është shumë lartë. I gjithë qershori ka qenë fantastik, biles ju thash, ka të jetë fantastik për shqiptarët, për të drejtat e tyre, sidomos për shqiptarët, si thuash, përsa në aspektin e mbrojtjes së tokës, të natyrës, Jupiteri do t'i japi fat, mbarësi, do t'i bekoj. Këto po e bëjnë më së miri. Do të bekoj. Kam përshtypjen që do zgjasi kjo energjia e mirë. Do zgjasi, energjia e mirë është deri në fund të tetorit, por ka disa gjëra, pastaj tani gjika më shumë, domethënë vendime më stabile, më zgjuarsi. Ka zona specifike ku ndjehet kjo energjia e mirë, për shembull aty nga bulevardi apo? Unë isha aty dhe bëra meditimin lotusoshën te parku përpara Tajvanit, çfarë është ajo? Kështu që aty është një energji shumë e mirë, e keni të përgatitur edhe nga mua, me mantrat në shqip. Ja kam bërë gati, aty mund ta nisni çdo gjë të mirë. Okej. Dhe sidomos dhe bëni dhe tokzimin.
të gëzimin. Patjetër, Zbathur për të patjetër, bënë një zbathur. Zbathur të gëzimin, Afërtit, je fantastike. Faleminderit shumë për gjithë bisedën që ndave, për informacionet që na dhe për shqetësimin që ngritet, sa është shumë e rëndësishme që të flitet dhe mos mbetet vetëm në viralitetin e ca videove në internet. Je shumë e mirë, të përshëndesim dhe shpresoj më mos kesh më eksperjenca negative. Jo, nga absolutisht Shqipëria dhe ta fare. vish në Virgin, të vish sa më shpejt këtej. Po, patjetër, unë isha dhe do vi prap. Do t'i këshilloja që njerëzit nëse duan ta testojnë këtë gjë, mund të shkojnë të gjithë këto kishat që mendohet që të jenë shqiptare, që janë në fe të tjera, mund të ngrejnë flamurin dhe të shikojnë çfarë ndodh, mund të testojnë. Në vende të tjera të gjithë Shqipërisë ka plot. Po. Okej. Frida, shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Kalofshi bukur, përshëndesim. kënaqësi, mirëpafshim. Paqe, ciao. Mirë. Okej, ikim pak reklama se pas pak kemi provim. Vim pas pak.